Këngëtarja e njohur shqiptare Remzie Osmani vazhdon të mbetet një nga figurat më të dashura për publikun, jo vetëm për zërin dhe karrierën e saj të gjatë në muzikë, por edhe për lidhjen e fortë që ka me familjen. Së fundmi, në rrjetet sociale është publikuar një fotografi e rrallë e babait të saj, e cila ka tërhequr menjëherë vëmendjen e ndjekësve. Fotografia është publikuar nga vëllai i këngëtares, Nexhati, me rastin e ditëlindjes së babait të tyre. Ai e ka shoqëruar postimin me një urim të ngrohtë dhe plot respekt, duke ndarë me miq dhe ndjekësit një moment të veçantë familjar. Në imazhin e publikuar shihet babai i Remzies, i cili duket shumë i qetë dhe me një pamje fisnike, ndërsa fotografia ka ngjallur menjëherë reagime të shumta nga fansat. Ajo që ka rënë më shumë në sy është ngjashmëria e madhe mes këngëtares dhe babait të saj. Shumë ndjekës kanë komentuar se Remzie Osmani i ngjan shumë të atit, sidomos në tiparet e fytyrës dhe shprehjen e buzëqeshjes. Ky detaj është vënë re menjëherë nga publiku, duke bërë që fotografia të shpërndahet dhe të komentohet gjerësisht në rrjetet sociale. Remzie Osmani njihet për faktin se gjithmonë ka folur me shumë respekt dhe dashuri për familjen e saj. Në intervista të ndryshme ajo ka theksuar se familja ka një rol të jashtëzakonshëm në jetën dhe karrierën e saj, duke qenë mbështetja më e madhe në çdo hap të rrugëtimit të saj artistik. Për këngëtaren, vlerat familjare kanë qenë gjithmonë në qendër të jetës së saj. Ky postim i fundit nga vëllai i saj duket se ka rikujtuar edhe një herë lidhjen e fortë dhe respektin e madh që ekziston brenda familjes Osmani. Urimi për ditëlindjen e babait nuk ishte vetëm një moment personal, por edhe një rast për të treguar para publikut dashurinë dhe vlerësimin për figurën e tij. Ndjekësit e këngëtares kanë reaguar menjëherë me komente pozitive, duke i uruar jetë të gjatë babait të saj dhe duke theksuar edhe një herë sa shumë i ngjan Remzie Osmani atij. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.